E ndërsa shumë lagje, siç ndodh sa herë që ka rreshje shiu në qytet, të mërkurën u përballën me fenomenin e përmbytjeve, si këto pamje që shihen në ekran, në një pjesë tjetër të qytetit doli në pa një tjetër problematik. Herët avon, natyra të kthen atë që faktori njeri me veprimet dhe mos veprimet e tij i shkakton mjedisit. E ndërsa qytetarët i gëzohen shëndetore së re në plazhin e madh të Durrësit, në breg të detit ka dalë gur. Pamjet e marra në shëtitoren pranë pistës së njohur si Iliria tregohet se shëtitoria frekuentohet nga qytetarët edhe në ditë të vrangëta e me shi si kjo e sotmja. Por, ndërsa qytetarët shëtisin në shëtitore, pas shiut, dallgët kanë nxjerrë në breg gur. Ky është efekti i hedhjes masive të dherave dhe argjilit në rër në breg të detit, proces ky që u krye gjatë punimeve për fazën e dytë të rehabilitimit të shëtitores bregdetare të plazhit të madh. Pikërisht, në afërsi të zonës së quajtur si Iliria, ndodhi kjo dukuri dhe askush nuk reagoi. Mjetet e firmës sipërmarrëse që kryen punimet u pan të hidhnin masive dheu në vijën e bregut të detit, aty ku natyra ka krijuar pasurinë e qytetit antik dhe më të rëndësishëm në vend. Natyra në këtë rast nuk vonoi dhe pas rreshjeve të shiut në breg dolën gur, siç dhe shihen në ekran.